Ja ku jemi prapë bashkë dashurimisht në pjesën e dytë të emisionit, diçka tjetër do të flasim, por që prapë mbetet tema e përditshme. Sidomos viteve të fundit, këto të pas pandemis, janë vedisu njerëz, po i rinë vetit gati me suplemente, me vitamina, me medikamentet po i marrin më në kohë, sepse po i dinë rëndësinë e tyne, por apo i marrim drejt, si duhet, në mënyrën më të dur, që efekti tyre tjetë ashtu si që kanë edhe misionin. Këto do të mësojmë nga farmacistja Ajtena Osmani, cila tashmë në studio me mua. Mirë se erdhe, zonja Ajtena. Mirë se ju gjeta. Shumë kënaqësi me të pas studio. Faleminderit shumë, kënaqësia është e jemja. Kam kënaqësi që jam pjesë e misionit, familja jonë, një mision që prek shëndetin dhe mirëqenien e çdo familje në Kosovë. Unë jam familja e të gjithëve me një fjallë, na jemi bashkë. Faleminderit shumë që e ke pranu ftesën tonë, është me të vërtet kënaqësi me bashkë bisedu me profesionist që çdo ditë prej mëngjesit deri mbrëmë përballesh me pyetjet që të cilat unë kam me të i bë sot. Sepse interesimi i njerëzve dhe vëdësimi është më i plot kohëve të fundit. Nëse dikur para disa viteve kanë ardhur banatore e kanë vendosur recetën këto pi duhet dhe kanë dalë, tashmë nuk ekziston ajo, tash pyesin, marrin informacione, njerëzit janë pak më të vëdësuar. Po prapë kemi ende për të mësuar. Po, njeriu mëson çdo ditë. Unë si farmaciste çdo ditë ndeshem me njerëz, pacient, të cilat lipin këshilla, ndihmë, dhe thjesht një fjalë të qetë. Shpesh mendojmë që medikamentet janë zgjidhja, por zgjidhja kryesore është mënyra e përdorimit të drejtë të tyne. Sakt. Po, si një dozë sakt, një kombinim i duhur i barnave, dhe një pyetje në kohën e duhur, mendoj se bën diferencën ndërmjet trajtimit dhe keqpërdorimit të barnave. Shumë e vërtet. Prandaj edhe zgjodha këtë temë diskutu, duhe marrë parasysh edhe prej vetës, edhe prej prindërve të mi, familjarëve që shpesh kemi dilema. E kështu që unë do doja ngadalë të bëj disa prej atyre pyetjeve që t'i bëjnë çdo ditë pacientët. E ajo që ka më shumë të shihet si problematikë edhe që shpesh e ndëgjojmë, është sidomos kur marrin antibiotik, disa prej tyre format i kanë më të mëdhaja për nga madhësia. Edhe shumë persona e kanë probleme i gëlltit. A ju hup vlera efekti tyne antibiotikëve nëse ndanë në 2-3 vena për me u gëlltit lirë? Po jo rastësisht, në disa tableta më varet. Në disa tableta e kanë mbështjellësin. Jo rastësisht është mbështjellësi. Se varësisht për mbështjellësi, rregullohet përditshmëria. Sa i përket antibiotikëve, po dalin në përditshmëri. Shpesh pacientët marrin barna pa rekomandimin e mjekut. Ajo është rreptësisht ndalume pa konsultën e personit mjekësor. Edhe gjatë trajtimit me antibiotik, unë e kam pikë të dobët, patjetër duhet me përdor probiotik. Probiotikët janë të domosdoshëm gjatë trajtimit me antibiotik. Në rregull, e merr edhe pacienti duhet patjetër me lexu fletullëzimin. Do të thonë unë ndesh me efektet anësore ose të padëshiruara në të njëjtën kohë edhe dozimin. Se ndodh mund të jetë përcaktuar me gabim, ose mjeku ndoshta edhe unë si farmaciste mund të bëj lëshim. Është mirë me diskutu, me pyet sakt ç'a përdor trajtimin. Ndonjëherë mundet me has për shembull, po e marr aspirinën. Aspirina është në përditshmëri, shpesh thon po e pi para gjumit. Aspirina nuk pihet para gjumit, shkaku se para gjumit rrit qarkullimin e gjakut. Edhe shpesh po sqaroj që të kuptojmë kështu të gjithë. Aspirina nëse pihet para gjumit, rrit qarkullimin e gjakut. Personi nuk flen rahat. Kur zgjohet të nesërmen, zgjohet me shumë mendime, ka pa shumë ëndra. Prandaj limiti për me përdor aspirinën në mëngjes bën. Edhe pas dite bën, po limiti është deri në ora 19. Jo më vonë. Jo më vonë. Sa i përket aspirinës. Dikush mundet me pi aspirinën, për shembull me sot, buke, ose bikarbonat natriumi. Pse? Nuk bën. Po dikush e merr, pin tableta. Për shkak të mundimit në luks? Në luks, po. E atëherës nuk bën bashk, se aspirina është acid. Edhe soda është acid? Jo, soda është bazë. E do me thonë, kur përdoren këta të dia, e neutralizojnë efektin të njëra tjetrës. Edhe zguxon me u përdor bashk. Për shembull, ka raste edhe barnat, nëse i përdorim, edhe në të njëjtën kohë mjekësia popullore. E përkrah mjekësinë popullore, për duhet me ditë për të paktën 2 orë
më tutje, larga me i përdor. Edhe të vlen të ceket të antibiotikët, për shembull, probiotiku duhet me u përdor 2 orë para ose 2 orë mbas antibiotikut. Po, në qoftë se e marrim rast konkret, amoksiklavi pje çdo 12 orë. Po. Mundet me vendos në mëngjes edhe në mbrëmje, po para drekës preferohet me u pi probiotiku. Okej. Se unë e mendoj që imuniteti është në zor. Edhe mikrobioma intestinale është shumë e rëndësishme për komplet organizmin edhe imunitetin e njeriut. Po. Kështu që probiotikën duhet që ta shtoj, sidomos gjatë kohës së antibiotikëve, por edhe pas antibiotikëve edhe një periudhë që ta mirëmbajë. Për luktit i duhet shumë kohë, mos me tha minimumi 1 muaj për me rikuperu. Kështu që probiotikun mos me ndalë pas 7 ditëve ose 5 të antibiotikut. Zakonisht preferoj pre dhe probiotik. Zakonisht prebiotikun ndihmon probiotiku me qëndru më shumë në traktin intestinal. Po. Edhe njëherë, po kthehemi edhe njëherë tek për me plotësu edhe pak përgjigjen, antibiotikët disa prej mbështjellësve që i thaje kanë, po ata të cilët janë në formë tablete, të cilët nuk kanë mbështjellës. A guxojmë t'i ndajmë për me i pi? Po tash nëse personi nuk mundet me gëlltit, ka problem. Po, a i hup efekti? Jo, nuk i hup efekti. Për shembull, ata që janë me mbështjellës po ata që nuk kanë, në formë drazheje që janë, i hup. Po ka raste, për shembull, nuk mundet personi ka problem me fytin. Me di luk, mundet me shtyp, e tret me ujë është tretësi më i mirë, që i njohim, edhe e pin. A mundesh me na tregu, jo vetëm antibiotik, çfarë do medikamenti, suplement që marrim, a duhet t'i pim vetëm me ujë, apo mund t'i pim me qomsht, ose me ndonjë lëng, ose me kos, a duhet me ujë për me pas efektin e vetë? Zakonisht vitamina D, që është vitamina e dritës të qelizave tona, rekomandohet të pihet me jogurt. Me jogurt? Po. Ose me qumë, shkaku është që i përthithet ma shpejt. Shkaku i prezencës të kalciumit. Po edhe magneziumi është një mineral që është çuditëbërës, edhe ajo vlen me theksu që zakonisht magneziumi tash veç ka marrë përdorim të gjerë në popullat. Po vlen me u theksu se magneziumi janë disa lloje. Për shembull, magnezium citrati është forma, ka edhe likuide, ka edhe tablet. Zakonisht preferohet ditën, se ndihmon në traktin edhe në luktin. Mund t'i përmendi disa preparate, gastroguardi, rupuruti, këta preparate që kanë në brendësi magnezium citrat. Tash, magnezium glicinati me B6, në qoftë se u sheqerojt, prej momenti që ka ma shumë, se në varësisht për dinamikët të jetës, këta që bëjmë fitness, edhe shumë njerëz tjerë që kanë ngarkesa pune, preferohet me pi magnezium glicinatin bashkë me B6. Natën, a? Para gjumit. Po, para gjumit, po. Pak para gjumit, a ndihmon tani edhe në muskuj, edhe në... Magneziumi ndihmon edhe në muskuj, edhe në eshtra, ndihmon edhe në sistemin, se të qetëson. Bashkë me B6-ën bëjnë mrekulli, do me thanë e qetësojnë, e stabilizojnë organizmin si tërsi. Po, zonja Ajten, për shembull magneziumin e gjejmë në forma ndryshme, si pluhur, si tablet që shkrihet në ujë, si tablet me fervete, po. Tash hajde ta ndajmë, kjo si pluhun, për shembull, magnezi si pluhun. A duhet ta gëlltisim ashtu pa e përcjell me ujë, apo duhet ta prandaj thuhet magnez direkt. Zakonisht e rekomandoj magnezit direkt, vendoset në gojë, po zakonisht vendoset në dërgjuhë. Se janë fijet nervore që përthithen më shumë edhe ndikojnë më shpejt. Edhe e kemi vërej se zakonisht krejt e konsumojmë magneziumin edhe vërejmë ndjesin. Si ta pimë dërgjuhë direkt, kemi një farë energjie. Tjetër. Po, e ferveta zakonisht shkrije në një gotë ujë, ato konsasim më të vogël. Po më varet edhe pre brendeve. Po, më varet, për shembull, këto që shkrije në ujë janë kryesisht 200, 250, janë më të vogla. Po, më të vogla, sasia. A ka rëndësi gramt me ujën, sasinë e ujit që e tretim, për shembull, një gotë e tillë uji? Po a është shumë për një magnezium ose një vitamin C që është 250 gram? Po tash, a e di si receta gjysheve, po them. Në qoftë se dojmë dozë, s'kena mundësi me ble, për shembull, magnezium të shtrejtë. Po? E kemi magneziumin 240 mg. S'kena nevojë me tret në një gotë ujë. E tresim në gjysmë gotë ujë. Gjysmë gotë. Ajo gjysmë gotë ujë e ka koncentrimin më të madh. Edhe ndikon më shpejt. Edhe ti e ndjen një farë relaksi të muskujve dhe të komplet sistemit. Vlen me përmend, për shembull magneziumin, nëse bëjmë analiza gjaku. Magneziumi në
gjak është vetëm 1%. E kështu nuk dalin analizat e sakta për prezencën e magneziumit në organizmin tonë. Edhe gjithmonë kur bëjnë analiza thonë jo magneziumin e kam mirë. Do me thonë vlerat reale për magneziumin nuk dijen. E vetmja mundësi është kur e merë e ndjen që je mirë, do me thonë ki nevoj për magnezium. E qartë. Po. Në ndërkohë, me që dolem të suplementet, jemi vedisu, po jo dhe qaq. Për shembull, e dim që duhet me marë vitamina, por nuk i dim kohën, ose kombinimin. Tazëm, a mund të kombinojmë në mëngjes, një vitamin C, një zink, ose një kalcium, t'i marim trijat bashkë me një herë dhe t'nisemi për punë pastaj? Zakonisht vitaminat preferohen, për shembull vitamina C, unë nuk e preferoj pa u konsumu një vakt, do më thanë mundesh me marrë një ves, me hangër. Po, vitamina C preferohet në mëngjes, pas mëngjesit, për shembull edhe vitamina D. Preferohet një orë pas mëngjesit ose në kohën e paraditës. Pse nuk bën me u konsumu vitamina D në mbrëmje? Shkaku se ul ekuilibrin e prodhimit të melatoninës. Melatonina është shumë e rëndësishme që ne të flejmë si që duhet. Se tash u bë trend edhe melatonina për me flej të rahat. Po. Kështu që duhet, asnjëna prej suplementeve në mëngjes nuk rekomandohet para shujtave. Para shujtave, unë personalisht nuk e rekomandoj. Asnjë. Jo. Përveç tabletave që i kanë zakonshme këta me smundje kronike që janë letroksat e ndryshëm. Ato nuk janë suplemente, ato janë veç sintetike. Po. Ato pa tjetër, rekomandimi mjekut. Po. Do me thanë, duhet me u cektë pa tjetër që duhet me u ndjek qa rekomandimi mjekut, pa tjetër, edhe nuk bën, për shembull, me marrë dozat të ndryshme, ka raste kur vinë në barnatore, po këthejmë në përditshmëri, që thonë, i ka bu mirë si rupi, kësaj kojshikës, apo ma jep edhe mu. Qa ka kojshikja, të ta? Jo, pëse e di, edhin në rregull, ajo ka, po ka edhe plot tjera, sende, për shembull, nuk e ka sëmundjen e njëjtë, nuk ushqjet njëjtë. Janë shumë karakteristika që e shoqërojnë personin, edhe duhet me pas shumë kujdes, vlen me u theksu që duhet me bisedu me pacienti, çka sakt pranon, që me ditë sakt çka duhet me i dhonë. Që me që konkrete, ajo edhe me që në harmoni të gjitha ato, se shumë e rëndësi është gjendja, apo përkeqësohet, apo përmirësohet për të mirë. Kështu që duhet me pas rëndësi gjithmonë, kontaktin fillimisht me mjekun, përshkrimin e tyne, pastaj edhe të kontaktit me farmacistin këtë rast. Po me rëndësi është me pas kontakt me njerëz profesionist. Edhe në pyetje, parashtrime, pyetjeve, me pyet, pse jo? Jo në basi ta marish antibiotikën, e piva këtë antibiotik, po nuk më ka bo. Po, se s'kanë bo antibiogram. Po. Kështu që duhet me pas... Kjo është fillimisht një kontakt i shnosh me mjekun familjar, pastaj edhe kontakti me specialistë të ndryshëm. Po du me ditë tash, sidomos viteve të fundit, se sështë që kemi pas traditën tonë me i marrë hapat, me vendosë në kutijat e gjepit edhe me i marrë me veti. A ju humbë efekti, për shembull nëse unë në kutin time, e bëj prej të djeles, deri të djelen e mushit, tabletat e i kam të gashme dhe i marrë të ti. A ju humbë? U humbë, se në varësisht në bas të udhëtimit që bëjmë, mund të kemi lagështi, nuk mundemi me ditë a ka lagështi, transporti është shumë i rëndësishëm, ruajtja e banave është shumë i rëndësishme. Kështu që nuk preferojt lagështi, apo po. Ose të paktën mëngjes për të nditën, a rekomandohet? Po, atëherë ashtu janë kushtet e jetës, pa tjetër duhet me i marë, po. Po zakonisht unë e preferoj jo me i nda, me i hek pre blisterit, po për shembull me i nda bashkë me... S'pi nxen kutia, tani zonjajten? Nuk i nxen kutia, po në qoftë se dojmë efektin e dëshiruar. Që pa tjetër që i ka... Me hup lagështin, edhe ajo bon. Ose një kokororizm, mundet se ajo të rhek. Jo, që ta këthejmë në seriozitet, me të vërtet, sot për din mramje, është e pashmangshme me i marun për vete, çdo mëngjes i marri vendosin në kuti suplementet e mia që i përdori çdo ditë, po nuk mundem me i marrë me atë pakën e vetë çdo ditë në qantë, sepse dhe ashtu mund të dëmtohen nga ambienti herin zetë. Po jo rastësisht janë të paketuara edhe kanë vështjellësin. Po. Se fabrika kish mujt me i prodhu edhe është më ekonomike me prodhu pa kuti. Si në kohën. E vërtet. Dhe zonja Ajten, tash edhe një pyetje të suplementet. Nëse në kutin që i marrën
personalisht, që po dalim unë jam pacientë të sot. I marrë në kutin time edhe vendosi një vitamin C, një zink, një vitamin D, një formula tiroide që e pi, e të tjera. Kur i latë të tonat bashkë me një kuti, edhe preken me zveti, a mund të kontaminohen ose diçka e tillë? Po më varet çka, për shembull vitamina C se ka prodhues që i bëjnë këto bashkë. Ka suplimente që janë bashkë, zink me vitamin C. Për shembull mundet lirisht. Ka edhe formula që është magnezium, zink, vitamin D3. Ato s'ka lidhje edhe nëse preken se ka edhe formulime që janë një. Të treja apo të katërta në një. Kështu që është problem. Jo, nuk është problem. Nuk është ajo problem, sepse që ta dim saktë se ku po gabojmë rrugës. Ajo çka tjetër na e kemi shumë dilema është ku t'i ruajmë medikamentet dhe suplementet, në frigorifer apo në ambientet të dhomës. Zakonisht preferohet me urrojt në frigorifer, në temperatura, dhe me thanë në pjesën ku është temperatura, se ka në frigorifer, ceket janë pjesa e temperaturës që është ma e ullët. Edhe i preferoj sidomos nënave për shkak të fëmijëve, ju them, i mbani në frigorifer për 5 minuta para se me dozu ose apliku, pa tjetër e lanë në temperaturë që mos të jetë shumë i ftofët për shkak të pezmatimit të fytit. Kjo vlen për medikamentet që hapen edhe duhet ruhen në frigorifer apo edhe për kërkret të tjera? Po zakonisht këto medikamente tjera që nuk janë likuid ose mundet me urrojt mos me pas lagështi dhe prezencë të dritës. Për shembull, magnezin, vitaminën C që i marrim, a duhet t'i lëmë në frigorifer apo mund t'i ruajmë në një dollap të kuzhinës? Mund t'i ruajmë në dollap ku të sigurohemi paraprakisht që nuk ka lagështi, edhe nuk ka prezencë të dritës, të diellit. Se dritë kemi na, po dritë të diellit. Po direkt që depërton të... Po, që mos shkakton tani rishje të substancave, po. Ajo koha e gripave vetëm se ka filluar, tash do ditë ma shumë pacientat vlojnë, a qëndron teoria që nëse marrim rregullisht suplemente, gripi mund të shkojë pak ma lehtë? Unë e besoj që në qoftë se personi, preventiva është gjithmonë ideale për çdo njeri. Po të dallon nga pacientat që vinë çdo ditë, ata që vinë të rregullt? Zakonisht ata që e kanë stil jete, marrjen e suplementeve, ta shumica njerëzve vetëm se jetojnë atë stil, se shumica marrin magneziumin, zinkun, vitaminën C, por vlen me u theksu që beta-glikani është kryesor për rritje të imunitetit, gjithashtu edhe propolisi. Është mirë me u shmang medikamenteve kur është mundësia me përdor suplemente ose preparate. Ka edhe shumë, është edhe pjesa e bimëve. Për shembull, gjithë dafine është shumë e mirë, edhe antiinflamator është, edhe mund të përdoret. Po. Kështu që këta nga përvoja që ke çdo ditë e dallon një pacient i cili është më i rregullt në përdorimin e suplementeve, që është më i shnosh dhe gripat e këto ftojet e munojnë pak ma pak se këta që janë më të rregullt. Vlen me u theksu edhe diçka që më shqetëson mas shumti, për shembull nëse mjeku e jep terapin pacientit. E pin antibiotikun 3 ditë edhe thotë u bëna më mirë, edhe ndërpret terapin. Ajo është shqetësimi më i madh. Do të thonë, nëse je më mirë, nuk gëzon me ndal terapin. E ndal, jam më mirë. Se shpesh kur vin në barnatore, jo, mos ma jep këtë se kam këtë sirup. E pse e ki këtë sirup? Po se kam pi për herës tjetër. Po do të thonë, sirupin kur e blem pa tjetër e kemi pi deri në fund. Sprejin e fytit, pa tjetër e kemi përdor deri në fund. Do të thonë, trajtimi duhet të jetë aq sa të ka rekomandu mjeku. Në qoftë se ti nuk e përdor terapin si duhet, atëhere, mbas 2-3 ditëve, prapë rikthesh në gjendjen fillestare. E kur i kthesh, ajo ka kosto, se përsëri i blen të njëjtat sende, përsëri shkon në vizitë, e kështu që kushton. Shka sa i përket kohës, itinerare, sepse ta zëm pije 8-8, ose çdo 12 orë, se nëse harrojnë, a ma mirë është me marrë 2 orë me vënez, a me kalu komplet? Jo, ma mirë është me marrë, për shembull, në qoftë se ke harru dozën, e merr dozën që është në vijim. Se nuk bën me marrë tani, për shembull, çdo 8 orë e ki, çdo 8 orë. E merr 3 herë në ditë. Në qoftë se ke harru, vazhdon me orarin e njëjtë që e ke pas, edhe vazhdon tutje. E anashkalon atë pjesën. A me anashkalu? Për shembull, hajde që po e demonstrojmë. Sot unë kam e pi antibiotikën në 12 të ditës dhe në 12 të natës. Në 12 natës kom harru me pi. A ma mirë është më qunë 2 kur mu ka kujtu e me pi, a me lanë 12 ditës me i marë 2 doza dhe për të pramshit?
Për në qoftë se vendos me uqu në ora D, atëherë duhet me uqu edhe në 2 në ora 14 i bjen me marë. Do me thonë tani me andru edhe tjetrën? Ja ndëron. Po, ja ndëron. A kështu në qoftë se është për shembull antibiotiku çdo 8 orë, 3 herë në ditë, atëherë e anashkalon. Tash nëse është vakti afër, atëherë se merr vaktin tjetër. A tani kur ta anashkalesh çit vaktin e arshëm, a e pin dozën normale, a dyfishon me... Jo, nuk e dyfishon. Nuk e dyfishon. Jo, nuk e dyfishon, se tani bon problem edhe mëlqis po edhe luktit. Po. Mirë, se që ta kemi të qartë, sepse zakonisht boll lojmë alarme, kështu po që pika në herë antibiotiku. Modhe dhe sartë janë i dikujnë pik ditës alarme në di që e ka në antibiotik me pi. Po ka njerës që bon alarme çdo gjysore, çdo 1 orë, edhe në grupë moshat e treta, zakonisht. Janë më të ngarkuara. Zonja Ajtena, ka edhe rëndësi, për shembull, pavarësisht që suplementet janë, po e them kusht, kështu në thojza po them se janë llog, sepse na i marrim për çejf për me mirëmbajt veten. Po a ka rëndësi edhe ato me i pi me një kohë të caktuar, për shembull, t'ja lëm vitaminën C, zinkën, kalciumin me marr gjithmonë 12. Vitaminën D me marr gjithmonë 4 kur e kemi drekën, magnezin gjithmonë 19, mja caktu një orar. E marr një shembull të thjeshtë për me kuptuar të gjithë. Po. Për shembull, çka ndodh nëse ju shkoni në punë herë në 7, herë në 8, herë në 9? Po, na qesim pi pune. Do me thënë, shumë e rëndësishme është kontinuiteti i marrjes të suplementeve. Çdo don disiplinë. Disiplina rregullit të shtyn edhe ka rezultate. Tash jemi veç të vetëdijshëm për marrjen e suplementeve. Po. Edhe unë nuk mendoj që është luks. Marrja e suplementeve është si preventivë. Dhe me thanë, çdo njeri që dëshiron me pas një pleqni, ajo faktikisht është si me investu në të ardhmen. Që në të ardhmen mos me ndet në shtrat, ose mos t'i përmendim rastet më të rënda. Kështu që duhet patjetër me i marrë me qenë të rregullt në marrjen e suplementeve. Po a ka një pauzë që duhet bëjmë me suplementet? Po zakonisht është trendi më i madh që është legjenda urbane, kollagjeni. Okej. Po. Shpesh e shoh kollagjeni, po edhe kollagjeni mundesh me përdorë, varet edhe grup moshta. Tash unë mendoj, nëse je 25, 35 vjeçare, vetëm se ke dëgju që është trend kollagjeni, s'ki nevojë me pi. Kollagjeni, nëse do bashkë me vërejt, a ki nevojë e vëren lëkurën, a ki ma të rrullt, a ki ma të freskët, po zakonisht preferohet mbi moshën 30 vjeçare. Nëse personi ushqet si duhet, patjetër kollagjenin e shtyn pak ma tutje. S'ka nevojë me pi. Edhe ka ushqimi, është shumë e rëndësi. Pse jo përmes ushqimit me i kushtu shumë vëmendje, unë jam për me i kushtu vëmendje shumë ushqimit. Edhe me suplemente, kollagjeni mundemi me marrë edhe me kocka. E bëjmë, po edhe nëse e marrim kollagjenin, ka 2 tipe të kollagjenit. Është kollagjeni për bukuri dhe kollagjeni për kocka. Koha e preferuar mjafton 3 muaj, po unë kollagjenin nuk e preferoj shumë, e kam me rezerva nëse është i kombinu me acid hyaluronik. Se shkakton ejtje. A po? Po. Edhe kjo ejtje, zakonisht, po dalin tash në kozmetik, e kemi vërejt acidi hyaluronik të buzët. Dhe me thanë ajo bon shpërndarjen e qelizave, për dukesh ma e frit. Këto krycendet lidhen. Kështu që mas miri është me ushqi. Edhe mas mirë është me pauzu, shumë mirë që kë informacion shumë i nevojshëm e di. Duhet me pauzu pa tjetër, po krejt në varet si cili duhet të bëhet mjek i vetes. Qysh e dallon ndryshimin? Po, e dallon ndryshimin. E tash sipas teja, a ma mirë me e marë një kollagjen të pastër, a një kollagjen që është me acid hyaluronik? Në radhë të parë, unë preferoj kollagjenin, varet edhe kollagjeni çfarë është. Zakonisht kollagjeni i bikut përthithet më shumë. Edhe vlen me u theksu se kollagjeni ka raste përthithet, ka raste nuk përthithet. Pse ndodh kjo? Pra po e ndërlidhi me zorët. Është shumë e rëndësi që pjesa e mikrobiomës intestinali, do me thanë traktit, të zorëve të jetë e pastër. Do me thanë pa tjetër, është një si në shtëpi, në qoftë se si ki pllakat e pastërta, s'ki çaj shtron të pihun. Nuk duket mirë. Edhe prandaj duhet njerë me u marrë probiotik, me pastru me ushqi siç duhet, shëndetshëm, tani me marrë kollagjenin. E qartë. Ajo është njëjtë edhe si grimin kur e bëjnë femrat, për shembull, pa e pastru mirë lëkurën. Po i bëj këtë shembull që me marrë pak më me kuptu të gjithë. Po, me kuptu të gjithë.
pa e pasur lëkurën nuk vendoset një krem tjetër pastaj, për shembull. Më që me erdhëm te bukuria dhe te këto ndikimi, edhe këtu ka suplemente. Për shembull, janë disa lloje të suplementeve që përdoren për flok, mirëmbajtje të flokëve. Ato më pëlqen, po. Ato si duhet me i marrë ato? Unë mendoj edhe besoj që është ashtu se gjithë shka që ndërlitet me femnën është balansi hormonal. Po. Shumë ka rëndësi. Për shembull mundemi me pi shumë suplimente. Po. Unë e preferoj personalisht për mua inositolli. Inositolli është suplementi i cili bën stabilizimin hormonal. Gjithë shka njës prej hormoneve. Stabilizimi hormonal. Se ndonjëherë na kritikojnë femnat lëvizin. Është e vërtet. Na ka hije. Jo, unë nuk besoj, unë e du qetësinë, qetësia është kogja zgjarësi. Prandaj shumë e vlerësojat edhe mundohemi që ma e qetë. Periudhën e fundit edhe vetë konsumoj inositollin. Nuk do me tha shpesh, kur e preferoj inositollin për shembull, thonë, kjo është për infertilitet. Nuk do me thanë që balansin hormonal duhet me rujt veç nana që dojnë, po, me qeshtatzane. Balansi hormonal është i rëndësishëm për çdo femën. E inositolli është shumë i rëndësishëm. Edhe për flokët, mendoj edhe për lëkurën, në përgjithësi edhe për bukurinë. Se bukuria vjen nga brenda. Po, kur ndihesh mirë, po ka rëndësi ma edhe qysh po dukesh, po, pa tjetër, po prapë se prapë e mira është që jemi ma të informuar, kemi mundësi me u informu ma shumë, qoftë për mes rrjeteve sociale, qoftë edhe mes kontaktit me specialistë, sepse janë më të hapur, dëgjojnë ma shumë pyetje, njerëz bojnë ma shumë pyetje. Ka ndryshu pak trendi? Ka ndryshu, mjafton me që interesum. Do me thanë, shumë e rëndësi është me pyet. Se ma shumë e kena qef me fol. Ma mirë është me digju se sa edhe çdo informatë është shumë e rëndësishme. Po. Ajo që po abuzojmë na si popull. Nashta ndodhe dhe në kudo në botë, po sidomos me analgetik. Mojmë në përgjepa kudo. Sa mund t'jetë dëmshme sasia? Për shembull, nëse i marrim brenda ditës sot, më ka dhimbë mu koka prej mëngjesit, ku marrë një paracet 500 ditën mes ditë më ramje. Sa mund të në shkaktoj dame ose varësi? Unë zakonisht paraceti ka limitet e veta të përdorimit. Tash në qoftë se është në fazën e normales, për me ekuilibru gjendje në organizmit, është në rregull. Por nëse te i kalohet, krijon varësi. Krijon varësi. Tash pse unë shpesher kur vinë në barnatore thonë ama një oke, nëse mundesh me marr magnezium, se ndoshta ekipi stresit, ngarkesës, edhe magneziumi e tash i relakson muskujt e kokës edhe ndihet më mirë. Do me thanë, gradualisht edhe duhet të informohemi që patjetër nuk duhet me përdor paracetin. Edhe vlen me u theksu, për shembull, shpesh e përdorin paracetin gjatë kohës të flamës. Do me thanë, dallimi ndërmjet paracetit dhe brufenit, ku qëndron? Hajde. Paraceti është edhe brufeni, do me thanë dallojnë vetëm se brufeni është antiinflamator. Paraceti nuk është antiinflamator. Vetëm e ndalë dhimbjen. Antipiretik është, do me thanë kundër temperaturës edhe analgetik, kundër dhimbjes. Po, do me thanë brufeni është antiinflamator. Tash kur kena flamë, ma mirë është me përdor brufenin. Po thënë, brufeni është i dëmshëm, jo në suazat, edhe buka është e dëmshme në qoftë se e përdor në doza më të mëdha, po, nëse e te kalon. Do me thanë, në kuadër të ekuilibrit, besoj që gjithë shka është në rregull, në harmoni me njëra tjetrën. Do me thonë, si pas kësaj që sa po thajtë, që ta kemi të qartë. Në momentet kur ndihemi si kur kemi një ftoje, një flamë, që bëthu një grip, që kemi një rrjedhje hundësh edhe një temperaturë të lehtë edhe pakete, ma mirë është me marrë një brufen, sepse ka edhe antiinflamator. Antiinflamator, po. Zakonisht, antiinflamatori preferohet kur ka flamë, për shembull, 2 herë në ditë rekomandohet, pas ushqimit patjetër, edhe merret në kohën e flamës 5 ditë, jo vetëm 2 ditë. Se me 2 ditë nuk e ka efektin e dëshiruar. Megjithatë duhet patjetër me u sheqeru me vitaminë C. Unë zakonisht preferoj më shumë vitaminën C që mbahet, është për tipse, se pjesën orale ta dezinfekton edhe ndjen më mirë rritjen e imunitetit. Me thanë ka shumë preventiv, është ehinolli, janë çajet me mentol. Nuk është patjetër me nis me pi Tylenol hot, Parol hot,
çdo tjetër që janë sintetike. Është mirë me preventiv. Tash në qoftë se s'funksionon preventiva, është diçka tjetër. Po. Çka kemi thonë sa i përket kombinimit që çdo prind që ka fëmijë e ka në kokë prej pediatrëve të tyne, kombinimi kur një fëmijë është me temperaturë ose me një gjendje kripoze që duhet, nëse në këtë ora 12 sot ka pas temperaturë, ja kemi dhënë paracetamol, në pas dite, mas 5-6 orëve duhet m'ia ndru, m'ia dhënë brufen ose këtë kombinimin. Pse bëhet kjo? Unë personalisht nuk pajtohem. Se s'ka nevojë për racetin në qoftë fëmia ka flamë. Antiinflamatori veç diet, është algofren për shembull sirupi, edhe zakonisht fëmijët e mi që i kam rrit, racet në kopë flamën nuk ju kam dha. Gjithmonë e kam pas, për shembull, e kam përdor atë algofrenin me drezë, shije drezë e ka, është shumë i mirë, 5 ditua kam dha radhazin, nuk kam pas problem. Nuk e kombinu? Ja, nuk e kam kombinu. Kurse kam kombinu? Unë jam kundër përdorimit, sidomos kur thajnë Voltaren supposte, ajden, është qetësuese. S'ka nevojë diklofenak fëmia të merr që është shumë i vogël. Edhe pse ka doza të vogla. Unë për vete kur si kam përdor fëmijës tem diklofenak. Edhe nuk e rekomandoj. Do të thonë, gjatë flamës, patjetër me përdor mjafton vetëm se brufeni. Po. S'ka nevojë kombinim, do të thonë. Jo, s'ka nevojë kombinim. Unë për vete nuk e kam përdor, edhe fëmijët janë shumë mirë ashtu siç i kam trajtu. Po. Do të thonë, e kam vërit prej praktikës personale. Se besoj e dallon në punën tonë çdo ditë me pacient kur të vinë me receta prindrit, që pediatra sidomos e shkruajnë gjithmonë një dalleroni Nurofen me kombinu. Do të thonë, ti nuk qëndron prapa kësaj. Jo, unë nuk qëndroj prapa kësaj, s'ka nevojë. Për shembull, nëse si ulet temperatura, fëmia ka temperaturë, nuk i ulet me brufen, do të thonë atëherë është qetësuese, ka diçka që duhet patjetër me u bë analizat, antibiogrami, edhe kalohet në situatë pak më serioze. Po, me kombinim, në flamë, me paracetamol, unë për veti nuk jam. Po. Ajo që ka e mbojmë shumë në mitën e kohës, sidomos prindrit për fëmijët, janë sprej për hunë, sprej për fët. Ka një respekt të ruajtjes ndaj tyne, për shembull, sa po e hapim, bën më mirë fëmija e përdorim për shembull 6 ditë, kalon, a mund ta ruajmë në frigorifer edhe 6 muaj ose diçka kështu? Për shembull, ka raste. Vlen me ucek, ka raste produkte, tash unë që kam përdor brufenin, e ka një përparësi, unë zakonisht e kam ble algofren me drezë. Ajo për shembull, nëse i shkruan fati 2028, nëse e ru në frigorifer, e ka fatin deri 2028. Edhe nëse është hap? Po, e ka atë karakteristik. Ajo tregon për cilësinë e sirupit. Po, tash nëse marrim brufena të tjerë, ato po vlen me u theksu edhe nëse hapet. Unë personalisht nuk e preferoj se efektin e hup nuk është ndikimi i njëjtë si në fillim. Po. Kështu që duhet mos me i rujt. Edhe një pyetje të fundit e kam zonë Ajten, sidomos për gratë të cilat udhtojnë, sot shkojnë të nona vetë me fëmijë, kanë me nejtë 2-3 ditë, kanë me marrë me vete bornat, pastaj kthehen, kanë me marrë me vete, kanë me qunë kopsht me Allah. Një medikament, një suplement që janet në përçantën e fëmijës. Po, ekzistojnë termoçanta, ekzistojnë. Po, nëse si kemi, nuk bandë, me thonë. Po jo, është ma mirë, shife kujdesi, pa tjetër që është i mirë, po tash në qoftë se s'kena mundësi, varet edhe prekos nëse është shumë nxehtë. Po besoj të gjithë nënat janë të kujdesshme në këtë aspekt. Po. Do mos verës është problem. Ta zanë për verës, shkojmë deti, marrim një gjithë kufiri me medikamente për çdo rast. Po zakonisht unë pacientët i këshilloj që me marrë një mini çantë termo. Po. Zakonisht edhe ato nuk kanë kosto, besoj që ja vlen, më mirë me mbajt atë, se sa me përdor me blerë, me riblerë njerë. Po, shumë e qartë. është ma ekonomike. Menoj që për këty munden me qenë pyetje zakonshme, po për qytetarët janë përgjigje që kanë pas nevojë me i ditë. Unë të falenderoj shumë, zonja Ajten. Ju faleminderit, unë e shpresoj që janë ndonë të kënaqur, sa do pak të kem ndihmu, është kënaqësi për mua. Patjetër. Ja shumë mirënjohëse që më keni ftuar. Shumë kënaqësi me të pas studio edhe me marr përgjigjet që na arrin në kokë çdo herë si pyetje. Edhe me na, qysh me thon, me hekat fije e lomshit për me ditë. Unë gjithmonë jam e hapur, pacientët që i kam e din
Shfrytëzoj rastin mi përshëndet bregun e diellit. Patjetër. Kujshita. Patjetër, unë falenderoj shumë që gjete kohë edhe erdhe për me kontribu për shikues tonë. Patjetër që është shumë e nevojshme çdo herë të mësojmë sa më shumë. Kështu që të presim prapë. Po njeriu lind për të mësuar. Absolutisht që po. Kështu që na mëson shumë prej teje. Faleminderit shumë Faleminderit. Të dashur miq, kemi qenë kështu së bashku me farmacistën zonën Ajtin Osmani, me cilën kemi mësuar shumë përgjigje të pyetjeve që na sillen nëpër kokë çdo ditë më shumë. Ndërkohë po vazhdojmë me nutricionistën dhe dietologën tonë Albulena Shabani Lazi për të mësuar si çdo herë recetat shishme, të shpejta e të shëndetshme.